Me një ceremoni solemne në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, u hap edicioni i 10 i projektit Shkolla Rinore Ballkanike me temë Gjenerata Z, e organizuar nga Shoqata Kulturore Vizioni M, në bashkëpunim me Presidencën e Diasporës Turke dhe komuniteteve mike të Republikës së Turqisë, YTB, duke shënuar kështu jubileun 10 vjeçar të kësaj iniciative të dedikuar për të rinjt. Qëllimi i projektit Shkolla Rinore Ballkanike 2026 është që të ndihmoj dhe të informoj të rinjt për varësinë dhe rreziqet e epokës digjitale dhe aspektet e ndryshme të saj. Përmes ligjëratave, trajnimeve dhe aktiviteteve të ndryshme që kemi parapar, besojmë se përmes Shkollës Rinore Ballkanike do të rrisim nivelin e informimit dhe ndërgjegjësimit për parandalimin e këtyre rreziqeve nga bota digjitale. Ndërkaq, studentja Merve Mustafa në fjalën e saj theksoi se sa shumë kjo shkollë ka ndikuar në përvojën e saj. Kur mora pjesë në këtë shkollë, nuk e dija se sa shumë do të ndikonte kjo përvojë në jetën time. Nuk ishte vetëm një program mësimor, por një mundësi, një hapësirë që kam mësuar se si të mendoj ndryshe, si të bashkëpunoj me të rinj të kulturave të ndryshme, si dhe të kuptoj më mirë rolin tim në shoqëri. Kryetari i organizatës Merhamet Ridvan Xhaferi thotë se të rinjt janë baza e kësaj shoqërie, por se është një periudhë e vështirë për shkak të digitalizimit të gjithçkahit. E ju jeni ata të cilët duhet o të bëni dritë, o të digjemi të gjithë, sepse ju jeni bazë e kësaj shoqërie. Suksesi, fuqia, energjia, ëndrat janë të tritë. Ju jeni ata të cilët mund t'i realizoni. E keqja e gjithë kësaj është që pikërisht edhe ky brez i Z, që i thonë, është një brez të cilën ne presim gjithmonë suksese, por është një brez i cili është një periudhë goxha e vështirë për shkak digitalizimit të gjithë shkajt, sepse shëtitja me mirë e jona është dija e cila do të shpëtoni vetën, familjen dhe shoqërinë. Ndërkaq, drejtori i shkollave Marif Osman Demirgül vlerëson se problematika më e madhe që është në shkolla në të gjithë botën është se si t'i afrojnë fëmijët me vlerat familjare dhe njerëzore. Şu anda tüm bu dünya üzerindeki problematika më e madhe e edukimit tonë që kemi në më tepër se 500 shkolla në sipërfaqen toksore në gjithë botën, problemi kryesor është se si t'i afrojmë fëmijët, nxënësit tanë me vlerat familjare njerëzore që janë. Dhe tematika kryesore jona është që njeriu ta kthejmë në natyrshmërinë e tij. Ndërkaq, prorektori i IBUS, Ahmet Lokçe, thotë se ka shpresë në këtë gjenerat, por që si problem bazë e sheh inteligjencën artificiale që në shumë lëmi ka zënë vendin e resurseve njerëzore. Öncelikle en son söyleyeceğim en başta söylemiş oldum. Unë kam shpresë në këtë gjenerat, nga që kam edhe fëmijët e mi në gjeneratët në moshën e juaj, dhe këtë gjenerat e shoh si pozitive, edhe pse ka shumë të tjerë të cilët e shohin se nga kjo gjenerat nuk do të ketë sukses, por unë jam shumë i me mendime pozitive që do të ketë sukses kjo gjenerat. Çdo herë flitet për rinin për të cilën mendohet se nuk mund që të ketë suksese dhe nuk mund që të jetë shumë profitabile për shoqërinë në përgjithësi. Vetë prezenca juaj këtu tregon se në këtë gjenerat të kjo rini nga qëllimi i nxënës ka shumë shpresë. Shkolla Rinore Ballkanike mbetet një hapësirë ku të rinjt frymëzohen, edukohen dhe fuqizohen për të qenë lider të së nesërmes. Kujtojmë se që nga viti 2016 ky projekt ka qenë një platformë e fuqishme edukimi dhe zhvillimi për të rinjt, nga ku mbi 800 pjesëmarrës kanë përfituar nga këto programe.